Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e Engjëllit të Ten Zot. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojes Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na i hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit. U bëft me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na i hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na i hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nëna e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lemrimin e engjëllit na e zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e Krisht të Tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë jetës. Amen. Një Ati ynë të falim Mari, po lusim për shpirtrat të burgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shetroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëvd vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne i fajtorët tanë. E mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na i hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Jepu o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndrit drita e pambaruar. pushofshin në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdoj me orën e mesme. Sot është e ëndë dhe jemi në javën e 12 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Mbreti i fort hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mesditën. Shuaj flakët e shamatave, flakë zjarri në dëmprursve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe t'i birë baraz me Atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Nëse më doni, mbani urdhërimet e mia, thot Zoti. Psalmi 119. Shikoje mjerimin tim e më liro, se nuk e kam harruar ligjin tënd. Mbroje çështjen time e më shpaguaj, për hir të ligjit tënd më përtërit në jetë. Larg është prej mëkatarëve shëlbimi, sepse nuk e qajnë kokën për urdhërimet e tua.
Mëshira jote është e madhe o Zot, në fuqi të gjyqjeve të tua më përtrit në jetë. Shumë janë ata që më salvojnë e më poshtrojnë, por unë nuk ju shmanga dëshmive të tua. I pash ata që e lanë rrugën e muvelën, sepse nuk i mbajnë fjalet e tua. Shiko o Zot se i dua urdhërimet e tua, më kërtëndez në jetë sipas dashurisë sate. Për parim fjalet e tua kanë të vërtetën, të gjitha gjyqjet e drejtësisë sate janë për amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë në jetës. Amen. nëse më doni, mbani urdhërimet e mia, thot Zoti. Antifona e dytë. Të bekovt Zoti e do të gëzosh paqe për çdo ditë të jetës sate. Psalmi 128. Paqja e Zotit në familjen besnike. Lum njeriu që e druan Zotin, që ecën udhëve të tij. Do të ushqehesh prej punës së duarve të tua, i lume ti mirë do të kalosh. Gruaja jote vresht plot fruta në dhomat e shtëpisë sate. Djemtë e tu pinjoj ulliri për rreth tryezës sate. Ja se si bekohet njeriu që e druan Zotin. Të bekovt Zoti prej Sionit, e pafsh lumturinë e Jeruzalemit në të gjitha ditët e jetës sate. Dhe i pafsh djemtë e djemve të tu, paqja qoftë mbi Izraelin. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë në jetës. Amen. të bekovt Zoti e do të gëzosh paqe për çdo ditë të jetës sate. Antifona e tretë. Zoti hyj i drejt, i këput leqet e mëkatarëve. Psalmi 129, rilind besimin në popullin e sprovuar. Shpeshherë më luftuan që prej rinisime. Le të thot tash ti Izraeli, shpeshherë më luftuan që prej rinisime, por si a dolën dot kundër meje. Mbi shpinën time lëvruan lëvërtarët, bën hulli të gjata, por Zoti i drejt i këputi leqet e mëkatarëve. U turprofshin dhe u sëmbrapshin të gjitha ata që e urrejnë Sionin, bar pullazesh u bëfshin që thahet para se të nxirret. Me të cilin se mbush dorën ai që korr, as qetullën ai që mbledh duajt. E ata që kalojnë për bri nuk thonë, bekimi i Zotit qoftë mbi ju bekojmë në emër të Zotit. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti i hyje i drejt, i këput leqet e mëkatarëve. Leximi i shkurtër i orës së 6, marr nga libri i Urtisë kapitulli i parë, rreshtat 1 deri në 2. Duani drejtësinë, ju që gjykoni dheun, ushqeni ndjenja mirësie ndaj hyjit dhe kërkojeni atë në thjeshtësinë e zemrës, sepse atë e gjejnë ata që së tundojnë, dhe ai u dëftohet atyre që besojnë në të. Shpreso në Zotin dhe bëje të mirën. Dhe do t'jetosh i lumtur në tokën tënde. Të lutemi. O hyj i gjithëpushtetshëm dhe jamshuar, në të cilin nuk ka errësira ster, le të shkëlqej për mbi ne drita jote, që të shndritur prej fjalës sate, të ecim drejt teje me zemër bujare dhe besnike, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.